mendon për gjithë jetën. Pa. E gjithmonë e mendon, gjithmonë. E imagjinoj. Nuk mendoja që do ishte kaq, themi, tunduse dhe fakti që përpiqet nga njerë që ama se ka ndodhur tani se ashtu, por që unë e mendoj shumë shpesh. Mendoj shumë shpesh, si çdo mendoj edhe këtë, jashtëzakonisht shumë shpesh. Dhe gjë më e bukur që disa njerëz mirë i njoha. Po, edhe unë e mendoj këtë. Disa njerëz mirë i njoha. Edhe është sukses, a? Po. Sukses. Është sukses që dalësh edhe me disa miq. Me patjetër. Sepse s'është çështja vetëm që ti mbijetosh në një ambient që të duket i gjithë toksik. Nëse të duket gjithkohës i gjithë toksik, domethënë je ti problemi. Se s'ka mundësi tjetër. Apo javët e para patjetër se sa të mësohesh me njëri tjetrin, disa marrin më shumë vëmendje se disa tjerë, është problem. Po pastaj është problem përgjithshëm. Edhe për shkak ajo që sa moza, unë kam thënë që javën e dytë atë gjën. Edhe është marrë shumë për keq ajo gjë që kam thënë. Për çështjen e që bën, ka një rol këtu. Unë me thënë drejtën s'kam asnjë lloj roli. Apo patjetër që disa situata i mendoj të shmangshme jashtë. Po jo se unë do reagoja ndryshe ndaj atyre situatave. Pa unë nuk është se po dal aty e bërë. Nuk është se po dal aty e bëj. Njash kuadrit tim. Ose për shumë të shtrije mund tani me i çun. E kupton, nuk ka lidhje me mua. Po. Që është e pamundur kjo gjë, se njerëzit në rrugë nuk mund të kapin. Po varet çfarë do ti. A e do kaq shumë fitoren sa të negociosh me veten tënde që s'ka problem? Apo edhe mua ajo gjë që më bezdis shumë është kur përmend, domethënë, nëse unë përmend fëmijët, e përmend s'dua të bëj krahasime, po më vjen, prekem, e përmend disa herë. Po, e përmend disa herë në periudha të caktuara sepse më vjen, edhe pse e kaloj pjesën më të madhe duke qenë në banjë, se s'dua që duket kështu si viktimizim. Po tani sa herë që ty nuk plotësohet një tek të përmendesh të sëmurin, më duket i çik kështu e tepërt, e kupton, se gjunaf. Edhe sidomos kur s'ta ka përmend njëri. Ktu si ka përmend asnjëri. Asnjëri. Po kundrazi. Asnjëherë. Më duket kështu shumë e sikletshme. Pra e bie që njerëzit kanë votuar personazhin, jo atë që është ajo në të vërtetë, sepse ajo mendojnë që është e mërzitshme në të vërtetë. Sikur jemi me Jokerin këtu. Unë pinë, bro, mu. Unë pinë. E thash. Unë pinë dhe në studio, bro. Unë pinë nga kjo gjë. Qa po thua moza? Po. Dhe Angeli ka folur shumë mirë. Dhe më thënë ka pëlqyer, ka qenë një ndër. Mirë. Është një ndër raste që kam thënë jashtë nuk kuptohet vetëm njëra anë. Kuptojnë të dyja pllaka. Shohim. Jam e sigurt që kuptojnë të dyja pllakat. Të shohim. Mirë, edhe 100. Sa herë që ja thua i plaket 100 ditë. Unë ditëlindjen për shembull ka vite, ja po ta them kështu sinqerisht që kur kam ikur në Itali që mora rrugën, pra në 92 dhjetor, ditëlindjet më jepnin bezdi. Viti i ri më jepte bezdi. Çdo festë që ata kishin, se për mua ishin ata, më jepte bezdi. Thjesht për faktin që unë nuk gëzoja dot asgjë. Dhe çdo gjë që kur kishte, sidomos kur ishte viti i ri. Unë dua thjesht të zhdukem ditën e ditëlindjes. Të zhdukem të ikin në majtë të malit dhe të ri vetëm atje. Kur vinin bënin urimet e gjëra dhe më the tash. Unë gjithmonë kam festuar për tjerët. Asnjëherë se kam festuar për veten time. Sepse gjithmonë kam qenë me kokën pas edhe me kujtime të bukura. Në atë varfërinë që kishim, por asnjëherë më fjalë s'm ka munguar ajo. Pastaj për qafimit të mirë. Dhurata më. Rozhë. Burë.
5 vite dhe para ditëlindjet vetëm i kam. Krofsh. Shkoj e pja mësim. Edhe as kujtoj as njeri. Ka nuk e dinte njeri që të kujtoj. Edhe kush e dinte kur ma thonte, po, fillu. Çuditshme. Edhe më ka ngelur kjo gjëja që edhe tani që kam shumë miq, shumë shok, kam një tani të vjen të një thema, e di se puna më bëni, aj dalim hajmi të pi drejt ose i dalim. Sikur tjetër kështu, e hajmi të mirë, ku doni ju çoj, çfarë doni. Po vetëm kështu këto tortat e këto qyrat e këto kur vinë me dora. S'ka ecë për ditëlindje. Nuk më Asnjëherë më vëlla, si ka mundsi. Asnjëherë s'ka ecë për ditëlindje. Gjithmonë ka dalë diçka, është shtyr, është bërë më vonë, po ditën e ditëlindjes vetëm për 25 vjetor më e mund që kam. 13 qershor. 13 qershor. Sot java e ka visi. Një 10 qershor. Si? Bajmë dhe një 10 qershor ka një shoku im. 13 qershor. 10 qershor. Të shtunën. Dhe mbaj mend gjithmonë që përfundoj në orën 12 natës, përfundoj gjithmonë me një tortë të sajuar, do të thënë nga këto që i blen te këto furrat që do i hedhin, po e blen shpejt. Edhe përfundoj me atë videon tipike që është ajo torta e bukur që është bler te furra, tiramisu ose trileçe. Dhe me forta, po, dhe forta është që unë nuk e ha trileçe. Dhe gjithmonë përfundoj me atë tortë në orën 12 natës. Jam kështu shumë urim. Ke pasur shtat trileçet në varak, që janë tipike. Ashtu jam unë çdo orë 12. 12 prilli që shkoj, ishe në Sicili një workshop. Edhe ata janë shumë të dashur, sterna shumë gjithë. Sa do ku mu? Jo, se më një bërë. Ke pina e laç për alergji? Pikturuar dhe xhaxhin aty dhe torta. Jo, sot s'piva. Ti po anë ato makaronat e mbrëmshme, ha? Ato që s'u hapën kur. Që s'dolën kur. Pse nuk dorë? Janë 4 kështu vasketa që janë aty. Po më pse nga 3 vezë. Me një bukë të bërë nga mizat. Sa s'po na kap një dizanteri. Mora ca kotheve aty që i, nese iku.